Ministria e Bujqësisë mbylli aplikimin për skemën ndihmëse të karburantit për fermerët. Mbi një muaj e gjysmë më kohë, në dispozicion të fermerëve, ka qenë afati kohor për plotësimin e dokumentacionit të duhur për të përfituar. Dokumentacioni përkatës në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnjë e kanë plotësuar rreth 24.400 fermerë, ku përfshihen qarqet Fier, Vlorë dhe Gjirokastër. Nga totali këtyre aplikantëve, 15.200 janë fermerë të qarkut Fier, ku është dhe zona më bujqësore e Lushnjës dhe Divjakës. Drejtoria rajonale ka afatin e saj kohor prej një muaji për të verifikuar dokumentacionin dhe matjet në terren, dhe për çdo mangësi do të ketë mundësi për plotësim, thot ndër të tjera drejtori i Areb Lushnjë për jugun e Shqipërisë, zoti Ferdinand Shani. Deri në këtë moment numri është rreth 20.500, 20.480 fermerë. Vazhdojnë të ketë aplikime, pavarësisht se që rreth një muaj e gjysmë periudha aplikimeve vazhdojnë të vinë. Ka qenë një periudhë normale të aplikimeve, nuk ka patur dyndje, ka qenë aplikimet kanë qenë shumë korrekte, pasi dhe dokumentacioni ka qenë më i shkurtuar, pasi një pjesë të mirë dokumentacion ne kemi marrë nga aplikimet e viteve të kaluara. Në vazhdim do vazhdoj me kontrollin administrativ të dosjeve për të plotësuar defektet që kanë dosjet, problematikat që kanë dosjet. Ky numër që përmendet pak më sipër është për të dy bashkitë, Lushnjë e Divjak? Jo, ky është numri si drejtori rajonale, si Areb, që mbulon 3 qarqet, Fier, Vlorë, Gjirokastër. Pavarësisht Lushnjë e Divjak, kuptohet është sasia më e madhe? Numri më i madh të aplikimeve, që unë besoj duhet jetë mbi 15.000 aplikime, që mbulon Fier, Lushnjë, ku është dhe fusha Mzeqes, ku janë sipërfaqe më e madhe tokës. Pastaj janë dhe aplikimet për skemat e tjera që nuk mbulon nga drejtoria jo, që janë aplikimet për serat, aplikimet për blektorin, që kryesisht janë të përqendruar në zonën e Gjirokastërës dhe të Vlorës. Edhe një pyetje në fundit. Ka fermerë të cilët ndoshta për një arsye apo tjetër nuk kanë dokumentacion, kanë mangësi dokumentacion. A keni ju një afat që ata t'i plotësojnë për dokument? Në periudhën që është kontrolli administrativ, që është komplet muaj qershor, ne do mundohemi që deri në dokumentacionin e fundit të bëjmë plotësimin e dokumentacionit.